Nuk kanë të ndalur problematikat në lidhje me sigurinë ushqimore. Burime për ora investigim bën me dije se gjatë muajit shkurt dhe mars 2025, qytetarë shqiptar kanë konsumuar qumësh me aflatoksin. Aflatoksina është një toksinë e krijuar nga myku që rritet tek drithërat, misri dhe gruri. Kur lopët ushqehen me foragjiere të kontaminuara, aflatoksina sekretohet më pas në qumshin që prodhojnë. Konsumimi i qumshit me aflatoksin ka pasoja të rënda te shëndeti i njeriut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, aflatoksina është kancerogjene grupit 1, rrit rrezikun për probleme në mëlçi, njëkohësisht edhe të veshkave. Pas marrjes së informacionit se në dyqane dhe supermarkete është tregtuar qumësh me aflatoksin, televizioni Ora News i është drejtuar Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me një kërkesë për informacion. Ky institucion pranon se kompani të ndryshme kanë tregtuar qumësh me aflatoksin. Sipas AKU-s, gjatë muajit mars janë analizuar mostra qumshit të marra në mënyrë rastësore, në tregtim dhe në prodhim. Në bazë të analizave të kryera në ISUV, disa kampione qumshti kanë rezultuar me prani të aflatoksinës M1. Pyetje specifike të drejtuar nga Ora News se te cilat mostra qumshi ka rezultuar niveli i lartë i aflatoksinës, AKU nuk i jep përgjigje. Çdo konsumator ka të drejtë të informohet se cilat janë kompanitë që tregtojnë qumësh që rrezikojnë shëndetin qytetarëve, por ky informacion mbahet sekret nga AKU. Qumshti që u tërhoq nga tregu do të azjesohet, ndërsa tonelata të tjera u konsumuan nga qytetarët shqiptar.